Në një konferencë për mediat, Ministri i Drejtësisë Besfort Lamallari njoftoi se institucioni që ai drejton ka përfunduar projekt ligjin për amnistin penale. Sipas ministrit, ky projekt ligji është dërguar Këshillit të Ministrave dhe pritet miratohet për të depozituar më pas në kuvend. Lamallari tha se në këtë projekt ligj nuk përfshihet amnisti për të dënuarit nga GKK. Është një kategori shumë e madhe personash të cilët përfitojnë nga shifrat paraprake, të përcjella edhe nga organi i akuzës, duke përfshirë dhe procedimet e vitit 2024, do të thojë që numri i përfituesve është shumë i lartë, më shumë se 10.000 shtetet shqiptarë të cilët përfitojnë, dhe konkretisht, siç e kemi bërë me dje më herët, janë 1.280 persona të cilët aktualisht janë në sistemin penitenciar, që do të thotë 380 persona përfitojnë lirinë të menjëhershëm, më pas 900 të tjerë të cilët përfitojnë ulje dënimi dhe me ndryshimet e fundit që u bën në draft nga ai i lançuar më herët, ku ne prezantuam në fund të dhjetorit dhe vullnetin e qeverisë shqiptare për të shkuar me një akt të tillë human në favor të shumë shtetësve shqiptarë përfshirë gradë të mitur, të cilët gjenden sot në qeli dhe ne nuk shohim më arsye që ato duhet të rinë aty. Duke sjell këtu dhe faktin që kemi shumë të tjerë që përfitojnë nga shuri e ndjekjes penale dhe konkretisht, thjesht për ta ilustruar, nga të dhënat e përcjella nga prokuroria e përgjithshme, kemi për 2 vepra të cilat konsiderohen të lehta, si ato që lidhen me nenin 134 apo nenin 291, e fundit që ka të bëjë me drejtimin e parregullt të automjetit. Në total, vetëm për vitin 2024, llogaritën 7.711 procedime të regjistruara në organin e akuzës. Pra këto shohen menjëherë pas miratimit të projekt ligjit për amnisti, dhe ky është një lajm i mirë dhe pa përfshirë këtu edhe të shumë persona të tjerë të cilët janë aktualisht në shërbimin e provës. Pra vërtet kemi një kategori të lartë personash, grupe vulnerabël, duke përfshirë këtu dhe grade të mitur që unë e përmenda më herët, të cilët përfitojnë nga ky akt human. Ministri foli edhe për prioritetet e Ministrisë së Drejtësisë, ku veçoi përmirësimin e kushteve në burgje, trajtim dinjitoz dhe human të paraburgosurve dhe të dënuarve, si dhe rritjen e sigurisë. Një tjetër prioritet sipas tij do të jetë digitalizimi i sistemit me synim rritjen e transparencës, gjurmëshmërisë dhe efikasitetit të praktikës ligjore.